Pse nuk di të debatosh, por zgjedh vetëm të bësh gjeste si burra? Apo ndoshta është më e lehtë të ngresh zërin, të bësh lëvizje teatrale dhe të luash rolin e të fortit, sesa të ulesh përballë dhe të përballesh me fjalën, me argumentin dhe me mendimin? Sepse debati i vërtet nuk fitohet me gjeste, fitohet me tru. Unë nuk kam nevojë për shfaqje force. Unë bëj debate të forta me burra që u tunden themelet e shtëpisë, jo sepse bërtas, por sepse flas. Sepse di çfarë them, pse e them dhe si ta çoj argumentin deri në fund. Dhe kjo është ajo që ju shqetëson më shumë, fakti që fjala ime peshon më shumë se gjestet e tua, kur nuk ke argumente. Kalon të gjestet. Kur nuk di të ndërtosh një mendim, kalon të provokimi. Kur nuk di të përballesh me një debat real, përpiqesh ta zhvendosësh terrenin të kush duket më i fortë. Por kjo nuk është forcë. Kjo është mungesë aftësie për të debatuar. Debati kërkon mendje të hapur, kërkon logjik, kërkon guxim intelektual. Kërkon të dish të dëgjosh, të kundërshtosh me fakte dhe të qëndrosh në këmbë edhe kur argumenti yt sfidohet. Nuk kërkon muskuj, nuk kërkon poza, nuk kërkon gjeste boshe që mbarojnë sapo mbaron momenti. Unë nuk tërhiqem nga debati, përkundrazi. Unë hyj në debat edhe kur është i vështirë, edhe kur është i ashpër, edhe kur përballë kam burra që mendojnë se autoriteti fitohet me zë të lartë. Dhe pikërisht aty, në atë moment, bie maska. Sepse fjala e fortë shem më shumë se çdo gjest, nëse nuk di të debatosh, thuaje. Por mos e mbulo këtë boshllëk me veprime teatrale. Mos e ngatëro agresivitetin me forcën dhe gjestet me guximin. Guximi i vërtet është të ulesh përballë dikujt që flet mirë, që mendon thellë dhe që nuk të lë asnjë hapësirë për justifikime. Debatet e mia nuk janë për shfaqje. Janë për përballje. Dhe kur fjala është e saktë, e prerë dhe e menduar, ajo bën më shumë zhurmë se sa çdo gjest i zbrazët. Prandaj herën tjetër, nëse do të përballesh, bëje me mendje, jo me poza. Sepse aty matet vërtet kush di të qëndro.